Dhe do të vazhdojmë me kulinari në pjesën e tretë. Do cillim një material të përgatitur, në fakt është një sugjerim, një recet e shëndetshme, pa diskutim dhe e shijshme, të cilën mund ta keni parasysh për ta gatuar në shtëpitë tuaj kurdo që të keni kohë edhe dëshirë për të realizuar gjëra të tilla të shijshme. Do ta zbulojmë pas pak se cila është receta, ju ftoj ta ndiqni. Përshëndetje Rodina, unë jam dot Shtefni nga restoranti Pasta Antigan. Sot do gatuar një recetë shumë thjeshtë, alla matriciana. Atëherë fillojmë pa humbur kohë me prerjen e guanciales. Guanciale duhet të lëshojë yndyrën e vet, por në zjarr të ulët, gjithmonë duhet të jetë zjarri minimal që të shkrihet. Pasi e kemi gati, fikëm zjarrin. Edhe e heqim guancialen, e vendosim në pjatë. Përfituam yndyrën e guanciales dhe sojë. Dhe salcën e pomodorit, salcën e tomateve. Tani, kemi spaghetti për gazi, pasta për lidhet. Shkojmë dhe vetëm përpara pak ujë nga makaronave, guancialen që sapo gatuam. Shohim që është super kremoze, ka një shijet fantastike për ato që preferojnë guancialen ose mishin e deri, pak yndyrë, është një pastë e fortë e rëndë. Nëse që tani pasta është gati, e fikim tiganin. Dhe pasi ka fikun e tonin pak që bëhet më krem. Gjithmonë pasta në tigan edhe servirin e bën në një tigan. Shtojmë në fund fare dhe pak parmigiano. Te gririn gjithmonë. Dhe kjo ishte alla matriciana, një pas shumë e thjeshtë dhe shpejt. Ju bëhet mirë. Dhe ky ishte materiali i fundit që kishim përgatitur për sot, të dashur miq. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Do të jemi sërish nesër. Kalofshi mirë, faleminderit.